Flamurtari në basketboll për femra ka regjistruar një tjetër fitore në transfert ndaj Tiranës, këtë herë në ligën unike. Të martën pasdite ekipi vlonjat triumfoi me rezultatin e thellë 94-68 në takimin e luajtur në kryeqytet. Vetëm pak ditë më parë Flamurtari imposhti Tiranën në finalen e Kupës së Shqipërisë duke merituar dhe trofeun. Ndërsa vetëm 3 ditë më vonë ka ripërsëritur fitore ndaj të njëjtin kundërshtar, sërish me shifra bindse, por këtë herë në kuadër të ligës unike. Ky është një kompeticion ku ekipi vlonjat është fitues në fuqi dhe synon të përsërisë të njëjtin sukses edhe këtë sezon, ashtu si edhe vitin e kaluar. Ndeshja e zhvilluar të martën në Tiranë nuk pati shumë histori, me Flamurtarin që dominoi takimin nga fillimi deri në fund, duke mbyllur krejt ndeshjen me rezultatin 94-68. Tashmë pas 2 fitoreve radhazi në kupë, aty ku meritoi dhe trofeun, por dhe fitore në ligën unike, vëmendja për Flamurtarin kalon tek kampionati, aty ku Tirana dhe Partizani mbeten nga rivalet kryesore, por Flamurtari kërkon të vijojë rrugën e fitoreve dhe padyshim të arrijë edhe objektivin që ka për këtë sezon, titullin kampion.